Levis Qela, në emër të popullit, kam thirrë me të bëjë gjyqin sot. Kam disa shënime për ty. Shënimi i parë i joti është ti je shumë aktiv, je aktiv në boks, je aktiv aktor filmash, je aktiv ke marrë pjesë te It's My Home, je në TikTok gjithmonë, je këngëtar. Pyetjen e parë që duhet të bëj është lidhe me boksin, se sa herë ti ta përmeni boksin, më thu vaj ka 3 vjet se e kam lënë, vaj ka 3 vjet se e kam lënë. Tu ka një boksier profesionist. A ke grushtin e fort, Levis? Po. Sa? Po qohë ta provoj mirë. Me që të kam ngel fiksim, do ta provosh, hajde ta provoj. Hajde. Hajde, Levis. Një sekund. Një sekund, po. Na ka pak kamera. Me cilë dorë gjuntin? Majta, salaks. Majta. Jepi, Levis. No. Një fort. Një fort, matu. Okej, na. Edhe po ta vash drejt, nuk ta vash në hije. Ke vazhdu me lunë, Levis, në radhë parë du të komplimentoj për përfundimin e filmit të dytë, Golden Brother mos u gabosha. Dyshi po. Ba, super, komplimentoj. Edhe unë du të pyes, të filmi ke marrë pjesë, je pagu me shku në film, ke shku pa lek, apo i ke pagu ti Drilonit me shku në film? Se kam paguar Driloni, unë e kam shok familje, më ka dhënë mundësi, më ka fut në për filmat e veta aty ku ai e shkon të arsyeshme. Ka bërë derë të madhe, kupton? A është e vërtet se pagu njerëzit lek për me hitë filmat e Drilonit do? Apo nuk mund të përgjigjesh ti? Mund të përgjigjem për këtë se unë vërtet e kam shok familje, po si hyn punë e veta, kupton? Po nuk ka se po bëjmë tash e theme, thjesht është një informacion si ti nuk ta din edhe kaça, kupton, nuk ka se po. Kam parë që ka njerëzit ëndër që të marrin pjesë te filmi. Po me pa nga ana e një biznesmenit fund, nuk ka se është diça e keqe, kupton se 3 vet, 4 vet me shumë filmesh, zjarri leka, kupton po. Unë se kam parë me atë si vëlla, më ka dhënë mundësi, shumë të tjerë s'ma ka dhënë mundësi. Po shifsha një video të tonë, ishi ditë live në TikTok, edhe ishe me disa persona, një prej tyre ishte Sami, edhe po të pyete ty si çfarë ëndrësh keti, çka ke qef me badin me vazhdimin e kohës. Aty po tregoshe idenë që shiko, unë atë që e bëj, kam bë filma edhe ti po thua për Sami Dubai? Po. Edhe po thoshe që unë jam aktor shumë i zoti. E kam aktru te filmi Drilonit, ma ka dhënë. Prerje për filma, vetëm Driloni më njeh mua. Vetëm ai ma gjen karakterin, ai i gacmon. Po mirë, ti je aktor. Ai zoti me improvizu. Sepse ti je aktor i mirë, duhet të improvizosh më një herë. Disa dubla, po ai gjen, ai i thot Driloni merret me. Ti vetë mund të improvizosh në një situatë? Ku diun, si dush ti? Banu me nerva, bërtit. Unë i kam gjërat kur më vinë momentale, nuk i kam gallatën, show-un apo adrenalinën, më vinë momentale, kupton? Nuk e kam të mendojem. Ashtu s'më jep, nuk më bëhet fare, më bie ajo adrenalina fare. Në street fight, Levis, kush kishte fitu, unë apo ti? Ba morra pa rregulla boksit, pa në thjesht rrugë. Jam më i gjatë si ti, jam më i rëndë si ti. Kush kishte fitu, unë apo ti? Ku në rrugë? Morra vëlla, normal, pa boks. Tu tani ku jemi direkt. Unë. Pa. Po si ti mo, jam sa kile? O s'ka lidhje kile jam. Po si unë s'ka lidhje? Shëlla, jam 95 kile. Po unë di pikat, vëlla, do unë do kisha fitu, absolutisht do kisha fitu vetë Levis. Më keq me ta thonë. Por vëlla, të vjen keq ty po. Ta kilometra ka bërë shoku jot për të ardhur deri këtu. Po, që do thot? Se kam vuajtur pa fund. Po mirë, çka ka lidhje kjo kush do kishte fituar në një sharr, çka ka lidhje me kilometrat? Ti bën street fight. Jo, vëlla, nuk bëj asgjë. Po ti je boksier profesionist, unë jam. Po pra po, bën palestër të gënjen mendja aty. Po, nuk më gënjen mendja, di fakto vëlla, ti je shumë i lehtë dhe je në disavantazh me peshën, një disavantazh me gjatësinë. Po, unë e kam më të lehtë se jam i shkurtër, e kam më të lehtë me aty që jam i gjatë. Levis, je shumë aktiv në TikTok. Çfarë lek bën TikTok? Po, aty është, si thonë, luft, vëlla. Ase po më shënim. Është luft për mbi ates, është njësoj si, unë i them punë asaj, e them kur futem, jemi te lokali, la lokali, la wap, la. Cila ka shumë më madhe që ke marrë?
Tani ka pas para 3 vjetësh. Edhe kemi bërë, po kam bërë shtëpinë vlla, me thënë drejtën. Se kam qenë cop. Çfarë mbite jashtë, mbite brenda. Më kanë ndihmuar njerëzit, me thënë drejtën. Miqe, shoke, patriote, kudo që ka shqiptar nëpër botë, për Evropë, na çdo treve Shqipërisë. Kush bën më shumë lek në TikTok sot për sot? Kush është? Me thënë drejtën, se nuk jam tip kështu që t'i futem njerëzve në detaj. Po, Se kam këtë vete, po. Shiko, ti je një ndër personazhet shumë aktiv TikTok-ut, apo bën? Edhe besoj sa do kudo, besoj se i dini punën e një tjetër, dhe i for pikat, apo bën? Po unë s'flem me njerëzit valla. E kupton? Se di, mund të takohesh me dikë në TikTok-u, po që mund të jemi takuar që na ka lidhur, kemi pirë një kafe, po njeriu s'njihet se ule njëra dhe e një. Cila personazh më negativ i TikTok-ut? Mund ta thosh? Më negativ, një personazh që nuk don as pak me po në TikTok, është shumë negativ. Për mua për shembull, unë është një famën, nuk kam çfarë për më emrin, por edhe unë s'kam. Edhe unë kam që fare, di për këtë do thosh. E kam iden. Sa të ma përmendësh direkt do më prishësh ditën. Të betohem, ka herë më ne çak faj ko telefoni jam si është ka 5 sekondë lej person para, të betohem, shumë, po karakter, po dinjitet, po kulturë, po. Është, do thuash ti, është fëmra normali që duhen valla, se të gjithë kemi motra, kemi nona, kemi fëmra në shtëpi, po tani me një justifikim kot të gjishesh lakurish në mes. E kupton, të shkojnë 50.000 veta, ata 50.000 veta i shkruanin mos e bëj. Po si puna ime që los me dënime. Kam po një dënim tonë si kishe rrudha vetë dhe flokta. Çfarë do bësh? Të bën halli, detyron halli na një. No, nuk ka puna, aja pjesë e lojës, apo dënë, pjesë e rregullave. Për disa i pranojnë ato rregullat, apo dënë humbë fitove, nuk është absolutisht asgjë e keqe. S'ka ndonjë gjë, po që jam bërë pishmend që kam bërë atë gjë, jam bërë. Arsyeja? Po se nuk është se kisha me programim që do bëja atë, kupton? Ishte momentale, bam. Po kjo është e bukur, isha këtu grop fare. Sot ku je? Njerëz mund shtëpia pa bër, çfarë binte jashtë, binte brenda, cop, komplet në të gjitha anët. Ti po thuç se me lekë Flier me buker pa buk. Ki ba, më fal, me lekë TikTok-ut ki ba shpinë. Po them ku ngria kongën lart në tavan, më merresh i mend. E kaloja me gjumë, ja fusja gjumit prap. Që ta shtyja. Aq shumë kam vuajtur për Zotin e Madh. Po them, falenderoj Zotin që ka dhe njerëz të mirë, ka shqiptar të mirë, kemi miq të mirë, kemi shok të mirë. Që na janë gjendur. Që i rujt Zoti aty ku janë. Respekt dhe pafund. Çdo lloj moshe. Po sot Klevi, sepse sot ke arritë ke bë shpinë, falënderoj Zotit, je. Unë ja thash njerëzve, unë ja thash popullit që kur fillon që në fillim TikTok. Unë TikTok e di si janë futur. Janë futur se desha të ikja për në Londër, ilegalisht ika për në Londër, më kapën në Francë, brita do, më kapën kokë kamionit, që atëherë kur ishte koronavirusi. Dhe u futa edhe 8.000 euro borxh. E thash si di laj ato valla. E kupton? Mbite telefoni një gjysmore, merrte 10 herë boti për lekët. Qysh t'ja bëj një shokun e një shokut. Ku punoja kamarier atëherë banakier për koktele kështu. Kemi bërë çdo lloj pune që na ka dalë, valla, vetëm për të shuar lek familjes, valla. E punuar edhe për 2.000 lek. Sot a mund të thush se je okay Klevis? Ditën e sotme, a mund të thush se je më stabil, më mirë? Po, shqyr Zotit e bëra atë shtëpinë. Për të e kisha qëllimin që jam i qetë tani, që kur më vjen një mik e pres valla, jam i qetë. Kurse atëherë s'tia si ta prisja. E kupton? Kam njohur dhe shumë njerëz të mirë aty në TikTok. Jo njerëz të mirë ka, dhe ata që bëjnë live. E kupton? Nuk janë ashtu që duken aty. Se çdo njeri ka karakterin e vet. Në historinë e famën e stradës si njihet, ke pas ndonjëherë Klevis? Po tam, shikoj, mos ma përmend emrin, po ke në historinë në famën të stradës ose një, ku diun këngëtare gjana, ke pas ndonjëherë në Gjo? Po s'las me emra më tani. Si shkëlqen sy. S'las me emra, di pse. Okej, tregon e zo për të. Nuk flas me emra, kam që në moshën 12 vjeç që punoj në për klabe. Po. Disko verore. Diskot ka qenë më të vjetra. Po. Me këtë punë jam rritur që kam bërë familjen.
Delte historia, Po Klevis. dalë historia direkt, po nuk dua që të prek me emra, kupton? Jo, s'po tham emra. Janë njerëzit martuar tani edhe Nuk po tham emra. Unë thjesht kisha kënë kurios nëse ke një histori me tiket të stradës, me fam, me diçka. Shumë kurios me ditë. po ka si s'ka ka plasë e klarineta. Tjetëri argjon dhe unë mbaroja punë. Aja dhe pilafin. Storytelling, Levi, se prapë jena të kjo historia. Storytelling. Është një moment që unë kërkoj një histori bete. Mund të jetë histori qefit, histori Kam një gjë vlla që dhimbshme. e kam në karakter vetë, se robi edhe me milionja të jashtrosh, vetëm karakterin që nuk e ndryshon dot. As ti as unë. Mund të ndryshoj çdo gjë, mund të filloj na portat, mund të pëlqej vetja. Karakteri ndryshot, Nuk ndryshon karakter. po mund ndryshon, Levis. Të betohem ndryshon. Tjetër ke Ti mendon se s'di të bëj unë intriga ko tani të gënjej njerëzit aty në live. Kam pas mundësi, po se bëj dot vlla, ta them drejt për drejt. Ka sa lloj njerëzish që nuk të besojnë vlla. po qëllimi është me marrë vëmendje. Po. Dasit, edhe njerëzit me himet pa live, apo dën. Vlla, Atëherë ç'do ty atë besojnë as besojnë njerëzit. mua më kanë ndihmuar populli. Unë ata që janë njerëz negativa nuk i largojnë vetja vlla jot. Automatikisht. Me lesting. Pap. Ata që janë kështu merr andej ço këtej, më tha ik kështu, më tha jo ashtu për ty. Largoj se nuk je ç'i do vlla. Ose pse e bëre kështu, jo na degenerove, jo është turp pse bën kështu. Valla, kur vin muhabeti, ti ke shtëpinë tënde, unë kam shtëpinë time. Legët e cica vlla jot. Se duhet do ta i familja. E kupton. Unë s'po ul njëri, kë kam ul live, unë jam i vetmi që s'kam ul njëri në TikTok. Përveç se show kam bër. Valla, po ton TikToku, tash nuk e di ku i thu ti ulën o valla. Normale që po të më kish ti, po se shembull ty. Jo, sekond, se ti thu nuk kam ul njëri. Ai e shoh më na kënd TikTok ti. Kur më ka Sa vite po se shembull. sa Më vite ke ke arti, ti? ti pse vjen më shan mua apo tjetër? Po çka ka lidhje bro, ti e shoh, mos thuaj se s'kam ul kënd. Atë kam shoh unë i porë, më ke shoh ti i porë, kjo nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Vlla ti ke ardhur se ke thënë shumë kush ka fam? Po se shembull. Po, ka fam Klevisi, po i e shoh me Klevisin. Bravo. Atë vetë ta shajon atë se do më ngrihet. Ajo audienca do më shtojë edhe TikToku. Pa mo Klevisi. E kupton? Nuk merret kjo. Është i Jo njëjti vetëm te mua, muhabet po që te cili kush do. Nuk e merr dot këtë vlla. po njëjti muhabet e thonë çdo person që futet në TikTok, e ka të njëjtin muhabet. Thonë, unë jam djalë i mirë, unë nuk shoj kënd, por amo ata si më vetëm Për më çfarë shojnë. shajon valla? Mund shaj atë që më shan. Me koment apo jo? Pse s'vin ai tjetri të thotë mirëmëngjes apo mirë mbrëma ose si e? Po s'do në nuk i pëlqen gjë. Ti je Valla, më shoh. mund ndjekin dëgjoj vllai, në respekt e për gjithë kalamajt e Shqipërisë, kudo që janë. Jo më pra si shon. Dëgjoj vllai një sekond. Sa respekt as son. Un jam me këto gallatat e mia, me këto showt e mia që i kam natyrshëm, edhe tani. Kalamajt automatikisht për shembull, keni pëlqen ti? Po se shembull? Po. Apo ke mbesën? Do më shikojnë mua ata. Në moment që unë i kam bërë automatikisht për vete, ata do të stresojnë ty për kastile, do thonë shikoje këtë, pap. Edhe ty të kam bërë automatikisht për vete unë ata. E kam arritur unë këtë qëllim. Mua më ço më idh ku duash. Edhe në ëndë më edhesh mua, jam i njohur direkt vllai, unë e di, se si jam budalla. Nëse i bëj shefin vetes, po jam, po ky jam, nuk është se unë bëj port. Në folë di rrugë, mora takova për qafe të bëra. Unë jam Getor Selimi, Noizi apo Unikatili? Kush është më i mirë nga këta? në gjithë bashkë. No, Cili ka vlerën e vet ama. Si, në çfarë si. Po se nuk bëj dot çu vllai, se unë jam që moshën 12 vjeç kam punuar për klube dhe i njoh të gjitha vlla. Cili mund të thuash ti se më suksesshëm nga këta? Po të gjithë ka suksesin e vet në mënyrën e vet valla. Unë e kuptoj më se edhe Meda ka suksesin e vet, a kupton? Po nuk është në rregull që e Noizit, Getorit edhe Unikatilit. Por respektes për secilin na artista që më përmende, i njoh dhe personalisht, i kam parë, jemi takuar, ka ardhur kanë kënduar, unë kam punuar aty, e kupton? Në klube e njoh, nuk merrem unë që s'kam ngelur unë që ti. Jo, mo thjesht isha menimin tënd, mos po them se ke ngela, kupton, po thjesht isha menimin tënd cili për këtyre artistave mund të jetë më i miri, kaq. Gjithë mirë janë për punën vetëm. Levis nista me thonë, por storytelling. Storytelling është një moment të vëlla që kërkon një histori për të jetë. Mund të jetë histori gazmore, mund të jetë histori e dhimbshme, mund të jetë histori nuk e di vot, çfarë do lloj histori që të jetë. Unë çef me një gjuhë histori për të jetë. Mirë, para se tani kam pas një shokun tim këtu ti, ke ftuar në studio. Marinin, portokallist.
Po. Kam një histori me atë, ta tregoj që po më vjen tani momentale. Okej, dakord. Kam qenë i vogël na 15 vjeç, 14 vjeç. Nuk se mbaj mend si tani po lose Shqipëria kombëtarja te stadiumi. Kush Bralla Albania ka qenë me emër tjetër stadiumi. Edhe kam qenë i vogël atëre, po na që mblidhim kështu kur ishim të vjeçër, se vuan se në një familje strese. Po, se varfër, kuptoj. Strese varfër, se kam dhe emocione ndaj, se futem kështu, më kujtojnë ato që kanë vuajtur. Jo se kanë vuajtur vetëm unë, kanë vuajtur edhe njerëzit në mënyrat e veta. Kështu se kanë ndonjë gjë, po them këtë timen që më fute në këtë temë tani. Që më erdhi ndërmend. Kisha shitur bakar unë. E kupton? Në fushë aviacionit tani ku jetoj unë. Edhe kisha bërë na 100.000 lekë, po 100.000 lekë atëherë ishin flak fare. Ishte të qerasja gjithë dasmën. Edhe iki do shkoja Shqipërinë për herë të parë, kupton? Po ne futeshim na stadiumin na mbrapa, na gardi vlla. Po. Na ekora. U futëm atëre, ishin këta policat me kokore, me kështu me shopa gome me këto. U futa unë kur hapa i flamuri madh, deshin po më përzinin që të pëndkapnin, e kupton? Në moment kisha infarktun, u hapa i flamuri madh, kështu dhe na kisha e shkurtër unë vllai. Edhe s'po e kapja dot atë. Edhe mbrapa kisha portofolin unë. Do të kishin çfarë portofolin mua? Këtë te xhinkset na mbrapa. Aty te stadiumi kanë qenë ato kolona, që i thoshin kolona që hanin njerëzit vlla. Veni familjar, ishte full fare, ai e burger kështu. Marrëm ato se s'do ta i bëj në kuranci, në ato në karton kështu, Pepsi, po. Blu, që kishin dhe pipsen, që prandaj e them edhe në live aty, TikTok. Pepsi me pipse brenda, jet Pepsi. Me akull brenda, e them ati Bobit, ati kamaririt, i them unë ishte mosha na 18 vjeç, 19 vjeç. I them unë, ma bëj një sanduiç edhe një Pepsi. Bërja i, vetëm unë tek punë tavolinë, të gjithë çfarë ishin në atë te burgerit e kolonat ishin gjithë shoqëruar vetëm morja kështu. Nga atë bam se më kishte marrë uria. E sungopa. I them ato, a bësh dhe një burger tjetër vllai thash. Po tha e. E kur vin momenti për t'i dhënë lekët, fus dorën vllai jot. Po më dalin gishtat në krau tjetër. Si u bëra. Iku portofoli. Po pra po, di si u bëra, edhe do të thënë, më duk vetja sikur isha vetëm, nuk isha në një, më duk vetja sikur ishte full aty brenda, edhe kanë bërtitur kështu, po se kisha për momentin më duk sikur isha vetëm, edhe ja bëra kështu. Mos tash, unë e ke parasysh. U bëra i kuq komplet. Unë atë kohë ça telefoni kam pas atëre, Nokia 3310. Ta mirë ta hedhin akati 10, nuk thyeshe. Këtë kam i thashë. Shikoj thash, ktheva kështu ngrita në këmbë. Po më shkonte kështu, ai thash isha stadiumi thash. Ma kanë çarë me bris, ma kanë marrë thash portofolin, ma bëj Allahu thash. Sa mund veni, mund veni 12.000 lekë, se mbaj mend një gjë tillë se vati vite shumë. Që në moshë e vogël. Gjithsesi thash unë do takojmë prap, do t'i jap. Se vri mendjen sa jo vlla, po ik çka. I thosha kartën unë, i dhash telefonin. Mbaje për kështu i thash për kështu se s'po më ikesh e kupton. Ikur tha ju që na bën gjeste këtu. Ishte njëri u mirë domethënë. Nuk e bëri të madhe domethënë. Se edhe ai në punë vetë kupton vllai. U bëra i kuq, më iku truri. Tash do të takoj mbas 3 ditësh, mbas një javë, do të vi këtu i thash. Është garantuar. Ik tha mos e vri mendja, s'ka gjë. Pagojmë ne thasë se ke. Ti bukën ngrem tha më se nuk e kupton. E kuptoj. Vetëm thuaj vetëm emrin si e ke thash, se si fytyrë të mbaj mend. Mbas ta javë vetëm tek ai. Kisha bër lekun punët e mia, bam. Hadi thash unë këtu. I thash një kolegut të ati, foli që ka ti djalit ati, thashun se e dua qik. Ja, për zotin nga më 500.000 lekë direkt, vlla. Në e thashun. Kisha bërë një punë unë, se unë kam qeni... Kam qeni prap t'i vogël. Ja, nuk... Me vjalli, Allah e 500 nga me a falë direkt 500.000 lekë ati. Direkt, ore, po nuk i mori, po pritë, vlla, nuk i mori. Po jo, nuk mi mori a ideali më, vlla. Po prason se besoj këtë. Se u trëm a ideali, mendoj se... Kush e di qa mendoj ai, e kupton. I thash meri, nuk i mirte. Ore meri nuk i mirte, pastaj i lash na i lek. Kështu se nuk i mirte vlla. Ti pranoj thaj, e kupton. Ora te këtu meri vlla.
Klevis. Big Brother VIP. Atër, ka vite që të shofë që në për live e përmen shumë Big Brotherin VIP, e u den, e përmen shumë Big Brotherin. Që është puna? Me thënë të drejtën o vlla, se Zoti nuk t'i jep të gjitha. Ma thonë shumë njerëz, shumë kolege, që më thonë pse nuk bën atë si quhet aplikimin. Super. Po nuk marr vesh në kjo pjesë vlla. Prandaj jam detyruar kam vajt atje drejt për drejt. Po kur vet atje të ndërtesa, atje është një që është në punë atje që futesh atje. Që të njohin të gjithë, më njohin të gjithë ata Top Channel-it. Dash i sekond, që thjesht më e kuptu. A kupton? Ti dën me hitë Big Brother VIP. Okej, super. Po s'di si ti kapësh ta vlla, nuk i kap dot vlla. Po është aplikimi vlla, plotësoj aplikimin. Po nuk di vlla, nuk di. Nuk e kam tavë si vlla. Nuk ke një shok, një dike që mund ta plotësojnë aplikimin, mund të bëjnë diçka. Me fjalë, ti ke shku te ndërtesa Top Channel-it. Po. Po roja është aty. Çka ka me të bëj roja? Po, më ka thënë. Po çka ka me të bëj roja? Roja ne di sikur e njo. Që te ku ka qenë piramida në kohën e Qepës. Ora Klevis më. Po ti këtu. Kë po pret, se ke ardhur një këtu, më se kam dhënë një intervistë te Top Channel-i. Te Luana Vjollca, te ka shoqja, që e përshëndes, respekt, e rujt Zoti. Edhe më tha më, çka ke ardhur? Më tha më, merr në telefon. Kështu e ka. Super. Po thash, s'kam për të marrë një telefon, thash kam marrë për te Big Brother. Okej, janë keq sa i, po ti e di që unë jam punë vën sikletë ai. Po ti do me hin Big Brother shkon vet me rojën, nuk ka. Është e kot më tha. Okej, Klevis do bëjmë një diçka. Na do të kamën e ke këtu. Na do të një mesazh i fortë që do ta bëjmë vetëm klip këtë mesazhin. Po. Edhe çdo kush që e shef këtë moment, ju lutem shpërndajeni sa më shumë, edhe bani tag Top Channel-it, nuk e di ku i duhet më bë tag që ta shohin këtë klipin e Klevisit audicion për Big Brother. Po. Do ta bëjmë klip i këtë pjesën Klevis. Unë mua më kanë fol njerëzit. No, shkurt. Ja, lënë njerëzit. Ke 1 minutë kohë. Shkurt prezantimin tan edhe arsyem se do më kanë Big Brother. Vazhdo. Ciao. Klevis luj. Do aty Big Brother se kam shumë energji pozitive. Kam qenë në një emision tjetër, respekte për atë emisionin tjetër në Prishtinë. Se ne jemi lojtarë dhe nuk na kanë në dorë stafi. Stafi kanë qenë stafi i durueshëm që na kanë dhuruar ne. Edhe herë Klevis. Do le për temat. Lënë emisionin tjetër çka ke bë. Jena këtu, jena te Big Brother. Ti po i drejtohesh. Futemi këtu direkt valla. Ti po i drejtohesh Top Channel-it valla. Njerëzit kanë më bë klipin edhe më bë tag Top Channel-it që të shkojnë sa më shumë si ta marrin vesh. Lënë çka ke bë. Kush më do mua që ka 6 vjet në rrjetet sociale unë që me gjithë atë mirat e të këqija që kam kaluar sa kam vojtur. Ju që më ndishni mua çuna burra goca gram, mik shoqe patriote, shipe ku do qenin për botë për Evropë. Ma jepni mua një mundësi të futem te Big Brother, çka do bëj valla. Nuk do jem ai që më keni parë. E kupton, do jem një person tjetër, do bëj show. I kam ato aftësi, po i kam, domethënë nuk i kam me buton, domethënë me kështu. Domethënë bëj kështu, bëj ashtu gallatën, e kam momentale valla. Shumë shkurt. Klevisi po thot, bane provë. Më futni mund në Big Brother e do shifni karakterin, do shifni personazhin që ka mund. Po. Se do në bëni dhe të Klevis, këtë tash me hitë e punë të tjerve. Doli një video shumë virale e stresit me Jozin. Qa komenti atë video për shumë? Mund ma thosh ti komentin tanë? A mos më thuj, apo nuk flas, apo nuk di tash ti... Për i qikë thash e theme, jena më lallë, si në më lallë për dasëm. Thash e theme, po... Unë stresin e njoh vlla se kam bërë bukë të shtëpia ti, e kupton. E njoh familjen e vet, se stresi nuk e di ti që stresi është me origjinën është narkota vlla. Klevis. Narkota e Vlorës. Stresin e njohim gjithë, e respektojmë, nuk kena diçka me stresin ose me Jozin. Thjesht ishte një video që u bë virale. Çfarë menimit ke për atë video? Sepse u bë. Ndodh por doli video, gjithë e postunën, gjithë bën video, gjithë shkruashin, dikush shkruajtja ka bë, keq dikush shkruajtja ka bë mirë. Mrapa doli stresi, thash shikoj se këtë video kena bë për lojë, nuk është video vërtet. Mrapa dolën njerëz prapë të komentues që thonë se nuk është tamam lojë, kjo video reale, por
E di si ish muhabeti vlla. Ma thuj ti se muhabeti. Them troç, jo po ndonjë gjë, po kam çik të vështirë vllai me njerëzit që na rrethojnë që kemi mish për bashkët edhe i njoh gjithë, domethënë. Edhe nuk më takon fare, nuk futem në këto muhabete vlla. Jo, respekte për të dyja palët, i rujt Zoti familjet, janë mirë dhe vetë dhe suksese të dyve në pozicionet e veta. Klivis përveç, e lajm, nuk dona me fol, thjesht me të pyet menimin tënd për këtë video. Boksier, pjesëmarrës të It's My Home, TikToker, aktor filmash edhe këngëtar. Po këngëtar o burr, si tash ti, si ma shpjegon punën e këngëtares. Po është një video, po është kërkoj falje. Po është një pe këngëve tu ishte 2 milioni klikime. Mondi Monda, 2 milioni. Mondi dhe Monda. Bravo, 2 milioni klikime. Po si është me fjalë tipike vlonjaçe me batuta, bam bam. Janë me domethënie ato që duken ashtu. Po këngëtar ne tash. Po robi sa sakrifikon valla lufton. Po ndot janë në gjumë do rish valla. Edhe tani që jam unë këtu në Karia, nuk thot çau. Rrihet atë. Okej, çau, bane Mondi Monda. Mondi gëldape gëldyp Mondës. Që do thotë këngën e re tani, se jam djalë Lora, apo s'e ke dëgjuar. Shumë e bukur. Ja, kam dëgjuar, shumë e bukur. Por mbani përshtypje kjo, sepse kjo kishte 2 milion klikime. Edhe thash që do ta shkruaj sa klikime ke ble. Janë fiksuar gjithë. Ke ble klikime? Jo, për kokë plak, çka klikime. Ka ikur vetë valla. Super valla. Po më bën çefi bën edhe be edhe çka klikime ku kam blena një klikime. Kam lekun të blej klikime. Pa ato lek që për të jetë klikime hap në Steam të ai familje ime. Ose të bëjnë ai një mirë kështu kur kanë nevojë njerëzit për ndihmë. Siç më ndihmojnë mua. Po unë mund të ngelem edhe nesër. Vi ty të them apo na japin që më mirë kështu kur i kërkon njerëzve se sa t'ia kesh me të futur njerëzve vlla. Po s'të japin o Klevis. T'ia kërkon s'të japin. T'i japin vlla, nuk ta mban asnjëri as bukën as t'i japin vlla, edhe miqtë edhe shokët. Po duhet të dish vlla. Nuk do të jesh merr ç'a tha ky për ty, ç'a tha ai për ty. Un jam pe gjë s'pa gjë të keqen vllai. Shikoj deri brenda familje, respektoj mikun, shokun që mi kershat edhe kaq vlla, nuk merre me llafe vllai. E kam bezdi vlla, largohem, po u morë me llafe të largohet vllai. Me punë zeza e mor Klevis. A din për çfarë po mbien kjo pyetje, apo kupton? Di çfarë po mbien kjo pyetje, sepse po tregosh historinë, edhe the, ashtu bën ai punë, fitova ca lek, kisha 500.000 lek. Tash 500.000 lek nuk i fiton robi të bëj ashtu i punë. Po tani ka pas dhe momente që kemi ashtu vlla. Në halli, jo në malli. Ke rrezikun e jetën? Ky rrezikun e jetën e sharrën e gjallë, si ka kanë rrezik me jetën tonë. Kur kemi qenë vegjël, po tani jemi mbledhur shumë vlla se kam dhe njerëz të mua në familje që shikojnë vetëm na mua vlla. Un po pash frigoriferin bosh me iku mendja. Mos bardhen syt, do të bëj lek. Sot për sot, mënyra me bëj lek. Sot për sot. Pa irën njeriu në qaf, pa shkel njëri në kështu, pa irën një në qaf, pa ta ngrën djersën ty tjetrit apo tjetrës. Mënyra jote sot për sot me bëj lek. Ashtë TikToku? Po aty jam, unë kam punë atë. U hapla lokali. Kam ku ataku me diskutu me një personazh që hitën TikTok opën, edhe Robi kishte lënë një punë shumë mirë, për me hi me lut në TikTok. Edhe kur e pyeta se pse valla ti kishe punën shumë mirë, valla tu hi me balojnë në TikTok e xhana. E disim tha, në lir tha unë zjarri këtu në TikTok tha zjarri $200 në ditë, $200 në ditë, a kupton? Edhe këto $200 tha unë zjarri pa u sha me njerëz, pa bërtit, pa bë dënime, pa xhana. Edhe përdesa ta kem këtë punë në TikTokut, derisa ti zjarri këto lekë por rri me TikTokun. Dhe një llogari thjesht $200 në ditë, një muj vjen. Më përpara njerëzit $1,000 ose $600 janë. Më përpara njerëzit gifterat apo jo qofshin giftera që hedhin kështu, gjuanin për qef apo ku dëgjon tani gjuajnë për adrenalin vlla. Po pana të shifrën e lartë atje që ti e ke 5.000 veta lart. Po. Nuk është se u bëvon për ty e për mua. Gjujnë për atë aty që të kapin ai Monda. E që vllai. Si do hapen? Po prason pyeta sa lek i bën. Për një muj sa lek i bash maksimumi që i bën TikTok nuk më ktheve. Çfarë kam? Për një muaj. Maksimumi që i marr lek në TikTok. Nuk e di si. Për një muaj. Ha.
Po varet olla se tani... Pa jepe o bori shifër, varet. Maksimumi si ke marrë në TikTok. Por një Sa muaj vë? bëra 1 milion lek, një muaj rresht. 1 milion. Se ka rënë shumë dhe mua, se më kanë sulmuar dhe shumë vëlla. Tani po filloj po ngrihem prap. Natyrshëm, jo... Tani po ka 2 milion në muaj. Jo, po ngrihem prap me audiencën që kam pasur, se dhe më kanë sulmuar vëlla, më kanë bërë dhe mbrapa skena. E kupton, hajde se ky është njëri pa njëri edhe kush ç'a mendojnë. Se është njëri pa njëri ky. Hajde biem qaf di. Jo vëlla, jo, se unë kam lënë punët e mia për të si thon, kur ke pas ti një njeriu tënd, se mund të mbie edhe mua. Edhe mua, po të mbie dal në rrugë të madhe direkt. Unë aty do paraqitem këtu. Në TikTok, në live aty. S'do më vit turp. Njeriu kur është në hall të madh, kuptoj vetë ku e kam mobetin. Nuk është turp vëlla, se s'po kërkon lekti. E kupton? Nuk Po kërkon gifte që kthehen lek. Ore, unë s'kam turp, po unë e kam thënë që në fillim vëlla, unë jam futur për këtë gjë. E kam thënë në televizion, dhe më përpara, që kur jam futur që në 2018 se mbaj mend tani të saktë. Dhe deri tani, unë kam ç'a jap, e kupton? Për momentin Klevis, gjanja jote emocionale si ashtë? Për momentin, Kam dhe më falë, kam dhe shok tjerë që i kam patriotë dhe E kuptoj, po është... Merren me TikTok, mund ta kenë TikTok në kot për shef, shikojnë, bëjnë. Për momentin, se ti tregove vujtjet që ke kalu më përpara. Po. E të regove si ka ardhur një moment në jetën tënde që je më mirë. Ke arrit me bë shtëpinë, ke arrit me bë ata që ke dashti. Më mirë bjetoj më ha bukën. Nuk është se Për momentin si e gjanja emocionale, ke njerëz të do njerëzit atë të dën kush? Po tash jo me dasht, me të pa kështu në TikTok aty kështu, po me dasht. Me dash vetëm nëna dhe babait të do vëlla. Vetëm familja, se për të duar kështu. Po më të rrallë janë ata që më duan. Unë e di kush më do dhe kush nuk më do vëlla. A jena herë vetëm? E di dhe kush më do për këtë gjën që jam tu te live-i. Kuptoj unë të gjitha, po unë bëj sikur si kuptoj. A jena herë vetëm, Klevis? Ha? Vetëm, a jena herë? Po orë shumë mirë. Shumë mirë. Kam vajt lartë në malë. Kur kam qenë. Më kalëm vetëm, e kupton? Qa do bëj, kam gjetëso. Mendoj, qa do bëj, si t'ja bëj. Që më thej që parë, ke bërë dhja këngë, do televizos vëlla. Që ta bësh. Do të bësh diçka që ti... Na këtu kur bie, që të se të sulmoj njerëzit vëlla. E ke studion ti këtu. Po. Do dali nesër tjetri. Ti mund të kesh 5 vjet e ke studio këtu. Do dali tjetri për Kastilje, për inat vëlla. Do të hapi për 10 metra më tutje. Çdo gjë konkurrencë, edhe aty në TikTok është konkurrencë vëlla. Aty të ulin. Po me vëlla, ashtu si dën ti audiencën tonë, Ka dhe njerëz që nuk të ulin. Ashtu si dën ti, i sekond se kjo është ashtu si dën ti audiencën tonë, ashtu si dën ti me bë qëllimet tuaja. Mirë vëlla, po unë audiencën nuk e kam me të shara, se kam krijuar audiencën me të shara vëlla. Po çka ka lidhur, më dikush e ka me të shara, çka ka lidhur tash ja? Po mirë, shumë mirë ai ka të vetën vëlla. Po unë i them atij, mos më ngacmo mua vëlla. E kupton se unë do mbaj 1 2 5 herë 10 herë. Mos i bie një çaf vëlla. As si kanë bërë na njëri të dëm në TikTok që ta ul, ta bëj. Vetëm se sa kanë pas mundësi mirë kanë bërë vëlla. Edhe me njerëz që janë jashtë TikTokut. Nga në kanë trokitur. Pam, të dera. Apo në rrugë, apo në çdo vend, kam këtë hall. Se njerëz jemi na bi halli vëllai. Kuptoj. Kam parë njerëz unë që kanë qenë me lek të çmendur kur ka puna. Kanë qenë këtu. Klevis një gjatë të fundit deshta me të thonë dhe me të falemnderuar vëlla, por të falenderoj shumë që erdhe sepse është respekt për mua, se vjen nga Vlora, e vjen në Tiranë edhe vjen për mua. Të falenderoj shumë. Edhe një diçka tjetër Klevis që më bani përshtypje mua është ti ke ardhur me nanën. Është jashtëzakonisht gjë e bukur edhe më tregon se është shoku më i mirë sot për ty është nana jote. Po. Kisha të shef me abo vetëm i pyetje nënës tona, mundëm? Po. Të falemderoj shumë. Respekt. Mund të mjalësh venin? Të lutem. Po. Përshëndetje. Jeni nana Klevisit. Me pak fjalë, ose me shumë fjalë, si dushti. A mund ta përshkruash pak çfarë karakteri të Klevisit, çfarë djalë të Klevisi? Në realë parë është njeri i vojtur, njeri i thjeshtë.
Unë ja kam bërë të qartë që kur vati hyri për 16 vjeç, kjo është e mira, kjo është e keqja. Jemi urë bashkë, si nërën e birë, bashkë, kemi diskutuar, ja kam thënë të gjitha, edhe që në ai moment mua nuk më ka zgënjur kur. Çfarë i kam dhënë unë, ka ngrënë. Nuk është njeri që ka pas pretendime. Ka fletur dhe pa bukë. Ka mbrojtur kokën me organ. Nuk është për shembull si pa dashur të ndonjë njeri që ka djem që me shikojmë, me dëgjojmë, raj dhe nënat. Të falemderoj shumë edhe kisha pas shef vetëm 2 fjalë me e thanë ti, ashtu si e thame unë e Klevisi që i ba me thirrje që Klevisi t'hin e Big Brother, kisha pas shef vetëm 2 fjalë, shive kamerën edhe bëne do t'i thirrje që Klevisi duhet hin Big Brother. Afroj pak mikrofonin të lutem. I bëj thirrje Sara Odës, të më japi një mundësi djalit, të japi një ditë jeshile, se meriton. Bën show, bën gallata, i kanë gjitha, të mira të këqijat. Se kjo është dhe pjesë e dojës. Për djalin Zoti u bekoft. E pati sa më shumë punë. Klevis Shela, Faleminderit shumë. #Big Brother VIP. Zoti Shumë falenderoj faleminderit. shumë falenderoj. Faleminderit shumë Faleminderoj nga ty. zemra. Ishte Zoti kënaqësi për ndihmofte mua. e pas sa më shumë punë ta Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Bekoft Zoti me nënë e babë gjithçka. Shumë faleminderit. Faleminderit ty.